Me pankarta liq në letër diskriminim në praktik, gjykata politike e Maqedonisë së Veriut respekto ligjin për gjuhët, gjykata destabilizuese, politika ka korruptuar gjykatën kushtetuese, përgjithësi, ligji për gjuhët është i qartë, studentët kërkuan që institucionet të respektojnë ligjin e gjuhëve dhe që ligji të mos mbetet thjesht në letër, por i njëjti të zbatohet. Tubimi është shoqëruar me thirrje patriotike dhe himnin kombëtar. Gjatë protestës që nisi para urës së Gurit dhe për të përfunduar para Ministrisë së Drejtësisë, studentët në thirrjet e tyre kërkuan ndërheqjen e kryeministrit Mickoski dhe ministrit të Drejtësisë Igor Pilkov. Ata gjithashtu janë dëgjuar duke thirrur gjuha shqipe identitet, gjuha shqipe amanet, gjuha shqipe nuk negociohet. Fjalimet e studentëve u mbajtën para Ministrisë së Drejtësisë. Zëri shqiptar, është zëri që nuk është thyrë ndër shekuj, është zëri këtyre maleve, këtyre lumejve, gjuhës që në ka folur nëna brez pas brezi. Dhe sot këtë zërë kërkon vetëm një gjë, të drejtën për të folur shqip në tokën e ti. A ka kërkes për të drejtë se kjo? Poshtë nga kërkon qumshtin, lumi kërkon shtratin, dhe ne shqiptarit në këtë tokë, nga jetuar e varosët të pare tanë, kërkojnë gjuhën tonë, amanetin tonë. Kjo nuk është privilegj, kjo është e drejtë kushtetuese e këtij vendit. Gjuha shqipe ka rënë, ka lindur bashkë me jetën në këtë troje. Nuk ju kërkojnë privilegje, sepse privilegje nuk kemi pasur kur. Kërkojnë barazi. Ministër, ja ullën në koltukun e popullit. Paguesh me gjesën e prindërve tonë, vendos për fatin tonë, mos e merr atë karike për të mirëqenjë. Ne besojmë në një shtet të barabartë për të gjithë, besojmë në një shoqëri ku askush nuk ndjehet qytetar i dorës së dytë, besojmë në institucionet që nuk matin të drejtat sipas përkatësisë, por sipas parimeve të drejtësisë dhe demokracisë. Sepse vetëm një shoqëri që i trajton të gjithë me barazi mund të ndërtoj stabilitet, besim në të ardhmen evropiane. U rikthyem këtu për t'ju thënë, gati jemi, gati kemi lidhur, gati për të kërkuar të drejtat tona dhe gjithmonë gati për të jetuar ato. Gjenerata ndryshojnë, por kauza jo. Nëse duhet me këmbgulje që bindim për seriozitetin e qëllimit ton, ja ku na keni. Të grumbulluar në Shkup, studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut u janë bashkuar edhe të rinj nga Shqipëria, Kosova dhe Lugina e Preshevës. Organizatori i protestave të studentëve në Shkup, Mevlan Ademi, tha se nisja protestave u vonua për shkak se studentët nga Tirana ishin ndaluar nga policia dhe ishin kontrolluar një nga një. Organizatorët e protestës informuan gjithashtu se 3 studentë shqiptar nga Tirana po mbahen nga policia, ndërkohë që një autobus me studentë nga Shqipëria i shoqëruar nga policia është dërguar në Kumanov. Në përfundim të protestës janë parë disa studentë që ishin arrestuar nga policia.